Pas votimit në Francë për ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç dhe paralajmërimet të kryeministit spanjoll Pedro Sánchez për perëndimin e egër digjital, gjithnjë më shumë qeveri europiane po lëvizin drejt kufizimeve të forta për të miturit online. Arsyeja është e qartë, ekspertët paralajmërojnë se përdorimi intensiv i mediave sociale po lidhet me ankth, varësi dhe probleme shëndetit mendor, veçanërisht te fëmijët dhe adoleshentët. Spanja, Franca, Italia, Greqia, Portugalia, Danimarka dhe Austria po shqyrtojnë ndalime dhe kufizime të moshës 15-16 vjeç, ndërsa Komisioni Evropian ka sinjalizuar mbështetje për një qasje të përbashkët në nivel BE. Një nga idetë kryesore është verifikimi i moshës përmes një ID digjitale europiane, e cila do të konfirmonte moshën pa zbuluar të dhënat personale. Megjithatë, kritikët paralajmërojnë se ndalimet nuk adresojnë probleme strukturore të platformave, siç janë algoritmat e varësisë, ndjenja me orë të tëra duke parë video apo autoplay. Sipas tyre, pa detyrime reale për kompanitë teknologjike pa alternativë europiane ndaj gjigantëve amerikan, masat rrezikojnë të mbeten simbolike. Debati po thellohet mes mbrojtjes së fëmijëve, lirisë digjitale dhe fuqisë të platformave globale. Europa kërkon ende formulën e cila funksionon. Në Shqipëri aktualisht nuk ka ligj të përgjithshëm që kufizon përdorimin e mediave sociale për fëmijët. Në vitin 2025, qeveria vendos një ndalim vjeçar të TikTokut për të mbrojtur fëmijët, por ky ndalim u hoq në fillim të shkurtit të këtij viti. Dhe tashmë vendi po fokusohet për bashkëpunim me platforma për vendosjen e filtrave dhe kontrollet të sigurisë, si dhe në edukimin digjital të rinjve.